Hola, mi se bëm si ato hyrje të kështu. Hey guys, welcome back to our channel. Shiko se tani kemi dalë në shesh sërish, por këtë herë do të pyesim për tradhtin. Tema është serioze njerëz, do me thënë, a falet rastia edhe para shumë kohësh dhe në qoftë se shoku, miku, mikesha juaj po e tradhton partnerin, a do mbani tanën e mikeshës apo do ja tregonit partnerit që po tradhtohet? Sa herë në javë mund të pranosh ti që tash fasule? Një herë në javë kam vetëm dielën. Pse? Po si çlash të dielën have fasulen? Po. Okay. Po nuk besoj që ky Vox Pop është për mua, është për qytetarët, kështu që le të shkojmë. Nëse gruaja do të kishte trastuar në rinin e saj, do ja falje trastin? Nuk do t'ja falja. Edhe pse ajo ato gabime ka bërë para 20 vitesh? Po, para 20 vitesh nuk e di, unë çka ka bërë ajo. Po si do ndahesh ti për shembull, tani në këtë moshë nuk ke nevojë për gruan? Po kam nevojë për gruan. Pastaj atë grua që kam marrë e kam zgjedhur. Pse ndjen njeriu të nevojshme për të trastuar, se nuk e plotson nga ana ndoshta mëse nuk shkon mirë me të. Vetëm nga karakteri apo edhe natën? Qoftë nga karakteri, qoftë nga gjitha gjërat e tjera, të që nuk përputhen në mendime. Po vetëm në mendime traston, po për shembull krevatin? Urdhë? Kur nuk përputhen në krevat? Krevat është tjetër puna jo. Trastia është simbol fjale, po nuk ekziston. Tani ti gruas tënde për shembull nëse ajo të ka trastuar para në fillimet tuaja, do ja falje ti trastin sot? Nëse e zbulon sot? Shiko, për mos të shkuar në ekstrem, unë ja falja. Ja falje. Po pse do ja falje? Se të duhet ndihma e gruas apo se tani në këtë moshë ajo nuk traston, po nëse ka trastuar dikur. Po pse do ja falje ti? Ja falje sepse kështu ka ardhur koha tani. Më duket e do për gjellën e drekës. Edhe për darkën. Edhe për... Në qoftë se ju do zbuloni që mikesha juaj po tradhton partnerin e saj. I hapja rrugën dhe do vazhdoja rrugën time. Do ja falje? Jo, para 20 viteve, po do t'ja falje. Do t'ja falje, po... Sigura. Po, nëse të kishte trastuar për shumë para një javë, nuk do ja falje? Jo. Ti vetë ke trastuar ndonjëherë? No. Të drejtën, të vërtetën. Ba se mund të kem dashur në një kështu... Si mund të kesh dashur, kam dashur, thuj. Si e thonë mërë, në distancë. Në distancë? Se keni pas dhe atëherë lidhje në distancë? Ika. Po në qoftë se ju zbuloni që shoqja juaj, e ngushtë, po e tradhton partnerin e saj, a do ja tregonit partnerit, apo do mbronit shoqen? Jo, nuk do t'ja thoja. Unë mendoj që gjithë secili të krijojë vetë atë klimën e tij, unë nuk do ta bëj atë gjë. Kur unë e di, shoqja ime ka qenë e tradhtuar nga partneri i saj dhe nuk e thash kur sepse nuk doja që të futesha në një marrëdhënie që mund të bësha unë shkaktare atë prishjes atyre. Ata më vonë u prisën në rrethana të tjera, në momente të tjera, po jo të jem unë shkaktare. Gjithkush e di shumë mirë se çfarë partneri ka. Gjëse ai gënjen vetveten dhe mbyll syt përpara një realiteti, kjo është problemi i saj. Unë vetë nuk do doja kurrë të krijoja konflikte midis një çifti. Nëse ty do të trastonte gruaja dhe e merr vesh, do ja falje? Jo. Po pse jo? Se fal kurrë. Po përpara shumë vitesh për shembull që të ka trastuar. trastuar. Unë gruan e kam mosit kaloj jetën. Kaloj jetën, derisa të jetë jeta. Tash i kam i pyetja unë. Fasule për ditë hahet? Fasule për ditë hahet. Për ditë hahet fasule, dakord jam me ty për ditë hahet. Po pse hamra? Më vuaj. Po më gjellët i ndërroj kurse tradhti nuk e bëj kurrë. Gjellët i ndërron, po tradhtin se bën. Lek do tash. Zbuloni që shoqja juaj e tradhton partnerin, a do i thoshit partnerit për shoqen? Normal. Do ja tregonit? Po. A nuk quhet kjo tradhtim ndaj shoqes në këtë rast? Jo. Tani, problemi i tradhtisë është fakti që nuk shkojnë mirë në komunikim apo në bashkëbisedim në krevat? E di si thotë një fjalë popullore, gjithmonë një gjellë nuk ka ajtë, kupton. Po, kështu ka thënë Artemis Senja, është një e famshme. E kupton. Domethënë që gjithmonë duhet të ndryshojë. E kupton. Ju vetë keni ndryshuar ndonjëherë gjellën? Nuk e mbaj mend. Ju ke bërë mirë çfarë do lloj gjelle që keni ngrënë. Shumë faleminderit. A ndikon kontakti fizik, pra njerëzit mërziten duke
e bërë me një gjithmonë edhe duan ta ndrojnë. Ja, s'është ajo. Po pse fasule nuk hahet për ditë, thot Artemis Senja. S'është kontakti fizik. Ajo që Artemis Senja thot fasule grosh nuk hahet për ditë. nuk është që traton atë që je okay, s'ke kontakt fizik. Ato që ke mendimet përbashkëta nuk duhet të tratosh. Okej, po tani edhe një pyetje të fundit, a tradhtojnë vërtet meshkujt fizikisht dhe femrat me ndjenjë, se kështu thuhet që femra po tradhtoj me ndjenjë, me zemër. Ja, tratojnë të dy një lloj. Një lloj, a? Okej. Po në qoftë se shoqja juaj e ngushtë po tradhton partnerin, a do i tregonit partnerit apo do mbani anën e shoqes? Jo, do jepja një afat kohor që ti tregonte partnerit që tregoj atij ose ndryshe doja thoj jo. Po ta kesh tradhtuar ti atë? Jo, nuk e tradhtoj, se unë e di se çka ka ajo në krah, ajo e di se çka ka në krah. Kam një pyetje. Ikën se të ikën. Hahet e njëjta gjell për ditë? Po no, tani. Grosh, hahet për ditë? Hahet grosh, nuk hahet fasule për ditë? preshi. Edhe një të fundit, Artemis Senja thot që grosh për ditë nuk hahet. A mendon që është kjo një justifikim për njerëzit që tradhtojnë? Jo. Tradhtia është e pafajshme, pa justifikueshme. Po pra, nuk është e thënë që është do të thotë që ti nuk ke mjaftueshëm respekt për partnerin tënd, që përmbash ndjenjat e tua dhe epshet e tua dhe epshet e tua se nuk kam qef ta them fjalën. Okej. Por pra thjesht ti duhet kesh respekt për partnerin tënde dhe nëse ti ke nevojën që të shikosh dikë tjetër, është më mirë që ti thuash, dëgjoj, un kam këtë problem dhe t'ia thuash, shiko, unë dhe nuk të jam. mbyllet me aq. Po, ose ndau, se ka dhe njerëz që thonë, "Okej, hajt, po t'le, bëjmë një break edhe hajt, kaq." Ju goca me Ajsa Abdini, a ju kanë tradhtuar ndonjëherë? Jo. Unë s'kam qenë në e lidhme, kështu që. Kështu që ti je rehat. Hej, unë sot jam mirë dhe tani mirë si qam, po ju them dhe një herë, bëni subscribe këtu poshtë dhe mos harroni të na ndiqni në të gjitha rrjetet tona sociale. Andale ala. Andale!